Shkaku kryesor I bërjes transplanteve në vendin tonë sidomos, po dhe në botë, kryesisht është keratokonusi. Sepse keratokonusi, duke qenë se është një sëmundje degenerative dhe progresive, në momentin që dëmtohet kornea, sidomos pjesa qendrore, nuk ka mënyrë tjetër për ta rikuperuar atë gjë. E vetmja gjë që mund të bëhet te keratokonusi kur kapet shumë herët është vetëm stopimi I saj nëpërmjet procedurës që ne I themi crosslink, e vetmja gjë është domethënë zëndësimi I korneas. Kështu që në raste më të shumta janë me keratokonus. Raste të tjera janë infeksione kryesisht të tipit herpetik, të cilat janë kaluar në një fazë të ndryshme të jetës, dhe tashmë pacienti ka nevojë që të rikuperojë shikimin e vet, duhet të jetë aktiv, duhet të përdori makinën, duhet të përdori kompjuterin e gjëra të tjera, të ushtrojë profesionin e vet. Përsëri dhe për këto lloj infeksionesh ose shenjash që lënë këto lloj infeksionesh, ulçera si themi ne, e vetmja mënyrë për ta korrigjuar është përsëri transplanti I korneas. Janë disa lloj distrofish që këto janë të lindura ose janë kongenitale, të cilat kanë emra të ndryshëm, distrofi makulare, distrofi granulare, distrofi Fuchs. Nuk ka mënyrë tjetër rikuperimi duke qenë se janë problematika kongenitale, nuk kanë zgjidhje, zgjidhen vetëm duke bërë transplant korneal. Këto janë arsyet kryesore për të cilat bëhet transplanti korneas.